Prej dhjetorit 2021, Klodian Zoto i Landfilleve Elbasan, Tiranë e Fier është në kërkim si i dënuar për mashtrim, falsifikim dhe vjedhje të fondeve publike. I ratisur 3 ditë para se ta arrestonin, por përveç 8 bizneseve të tij që vazhdojnë aktivitetin dhe ju rikthyen pasuritë e sekuestruara, biznese ekzistuese të paprekura dhe biznese të reja të hapura pas goditjes nga SPAK, biznese edhe Ilza Zoto Bezhani, gruaja e Klodian Zotos. Ajo ishte futur biznesit të ilaçeve dhe produkteve farmaceutike me kompaninë e saj, Pharmalife Southeast, të krijuar më 17 shtator 2024 me adresë Rruga Jeronim Derada, ndërtesa numër 1 hyrja 25, njësia numër 2 Tiranë, që është adresa e disa bizneseve të bashkëshortit Klodian Zoto, megjithse Ilza Zoto Bezhani ushtron aktivitet të regjistruar prej 20 muajsh në qendrën kombëtare të biznesit dhe tatimet, kompania e saj Pharmalife Southeast nuk ka të dhëna për xhirot, kontratat, të ardhurat, shpenzimet dhe fitimet, por ka informacione se në këtë biznes, gruaja e Klodian Zotos është bërë pjesë e grupit të kontrabandës së ilaçeve. Në bashkëpunim me deputetin e Partisë Demokratike Kliti Hoti dhe kunatin e tij Dorian Sadiku, të dy importues tregtar ilaçesh me shumicë pakiz dhe me rrjet farmaceutik në pronësi të tyre. 28 dhjetor 2023, SPAK ushtroi kontroll në ambientet e kompanisë Delta Pharma në Tiranë, si edhe në disa farmaci të tjera të lidhura me deputetin Hoti dhe kunatin Dorian Sadiku. Nga që kur Ilir Beqa ishte ministër, ata përfituan kontratat manipuluara me vlerë miliona euro. Ndërsa deputeti Kliti Hoti u shkarkua nga detyra si drejtor përfaqësues i kompanisë globale farmaceutike Novartis në Shqipëri me qendër në Bazel të Zvicrës, pas informacioneve se bënte kontrabandë ilaçesh, duke abuzuar me emrin dhe dokumentet e kësaj kompanie. Bashkë me të, në tregun abuziv të ilaçeve dhe produkteve farmaceutike është futur edhe bashkëshortja e Klodian Zotos, zonja Ilza Zoto Bezhani, duke përdorur kompaninë e saj për dokumente fiktive të shpërndarjes në rrjetin farmaceutik dhe furnizime të kompanive që marrin tender ilaçesh. Njëkohësisht, ajo është bërë pjesë e shoqatës shqiptare të farmacive, që drejtohet nga deputeti i PD-s Kliti Hoti dhe pjesë e shoqatës Unioni i Bizneseve Farmaceutike, që drejtohet nga kunati i tij Dorian Sadiku. Sipas dokumenteve në qendrën kombëtare të biznesit Ilza Zoto Bezhani, 5 muaj para themelimit të kompanisë së saj Pharmalife Southeast, konkretisht më 24 mars 2024, bleu aksione dhe është bërë ortake në kompaninë celulare One Albania. Siç është vërtetuar me dokumente, kompania One Albania është në pronësi të një klani mafioz hungarez, të regjistruar në emër të Gellert Zoltaniasait me lidhje miqësore dhe interesi me ish kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban.